që ishin në opozit, pse nuk po jepni ju epilog? Për arsye se u tha deri më tani në qoftë se ishte ofru, kjo është mënyrë hipotetike, nuk kemi po asnjë lloj indikacioni që lëvizja vendosje ose zoti Kurti e lëshon pozitën e kryeministit. Absolutisht. Ata nuk po e lëshojnë pozitën e një krye parlamentarit me zavendësuar dikon se e lemo pozitën e kryeministit. A mendoni se ju si PDK jeni të gatshme me shkuën zgjidhje? Kështu që është një momentum me dhonë një kohje tjetër. Faktikisht mu ofru zgjedhjet e ardhshme, a është ma mirë për juve me shku në zgjedhjet lokale edhe zgjedhjet qendrore së bashku, apo me shku veç mas? Faleminderit pranver, ne kemi pas një takim të Këshillit Drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës javën e kaluar, natyrisht kemi diskutuar për zhvillimet politike brenda Kosovës, mos konstituimin e kuvendit dhe blokadën institucionale. Është shumë e rëndësishme të thuhet që prapë i përsëris që i takon subjektit që ka fituar numrin më të madh të ulseve që të bëj përpjekje për të dalë nga situata, sepse nuk kemi ne rend, nuk na ka ardhur ende rendi, sepse nuk ka filluar ende ura demokratike në kuptimin e zgjedhjes së kryetarit e nënkryetarëve të kuvendit për të hyrë pastaj në orën demokratike për të pa se kush mund ta bëjë qeverinë, a mund ta bëjë qeverinë zoti Kurti, ai takon pastaj mandatari subjektit të dytë politik, pra nuk kemi mbri ende në afate të tilla. Personalisht Zoja Dediu, na po e dim për arsye se me vitet tona i përcjellim këtu se çka e thot ligji, çka e parashek kushtetuta, pastaj afatet ligjore. Mirë po, nuk po bëhet asnjë lëvizje. Kjo ka kaluar edhe në kisha me thonë në një humor të zi apo një tragjedi, faktikisht që apo shojmë me pa 29 seanca, nuk ka ndodhur asnjëherë. Në Kosovën e pas lufte, në Kosovën tonë të re, më ndodh kështu, do më thonë, na e dim që i bjen mandatarit parë, i kanë 48 deputet, aty ne i bjen me bo, pa ata po blokojnë faktikisht, nuk po e bojnë, nuk po them po blokojnë ndoshta per se, po nuk po japin zgjedhje. Ne i kemi ofruar propozimet tona, jo vetëm Partia Demokratike, sepse unë jam deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, nuk më takon të flas për në emër të subjekteve tjera politike, por ka pas mjaftueshëm propozime edhe nga Partia Demokratike e Kosovës, edhe nga subjekte tjera politike, grupime tjera parlamentare, për të tejkaluar ngërçim politik. Janë propozuar oferta të ndryshme për ta tejkaluar situatën e rënd të barikadimit, cilin po e bën subjekti që ka numrin më të madh të ulseve. Nëse vërtet do të kishte shqetësim dhe interesim për të dalë nga kjo blokadë, të mos dukemi qesharak çdo 48 orë, të mblidhemi në kuvend, madje të humbet edhe interesimi i qytetarëve edhe i mediave që t'i përcjellin ato seanca të mërzitshme. Por keni fituar interesimin e avokatëve? Si? Keni fituar interesimin e avokatëve për ta përcjellur? Po mirë, megjithatë po ndodh diçka kushtrim. Edhe aktiviteti i Arjanitit, i zotit Koci, është aktivitet që të paktën po e dinamizon atë situatë depresive brenda kuvendit të Kosovës me ato aksione për mu pozitive. Asgjë e keqe, thjesht po bën përpjekje që ta dinamizoje, të ofrojë një presion pozitiv nëse mund ta quaj, për ta ndryshuar gjendjen me cilën janë të shqetësuar jo vetëm zoti Koci, por janë të shqetësuar të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Okej, Zonja Deliu, të falenderoj shumë që ishe direkt me neve dhe e vlerësoj faktin që çdo herë në gatishmëri për të komunikuar me opinionin publik. Ditë mira, faleminderit shumë. Berta Deliu ishte bashkë me neve në Politico, zonja dhe zotërim. Tani nëse japim kuvendin si historie, nuk do të ishte një historie që dallon diçka, sepse nuk ka një element veçantë. Apo nëse japim ato ballavaqimet e Kocit me deputetët, ndoshta kjo është interesante për shikuesit në forma të ndryshme, interesante, me vija të ndryshme. Edhe ndjekim si shkputje për të kaluar më tutje për folë për zgjedhjet lokale. Tentimin për t'ja mbyllur derën me një syret të kuq e kishte si në seancën e 5 qershorit. Kështu duke tentuar të mos lejoj deputetët e zgjedhur të hyjnë brenda seancës.
Më të ardhur në